qeverisë, kjo është detyra A keni vot për një qeveri të opozitës nëse mandatari parë nuk mundet me bërë qeverinë? E tash, këtu unë nuk mund me fol në emën të secilit, por unë besoj që ky grupi i deputetëve që jemi sot këtu përfshi edhe ata. Po jo personalisht. PDT-s, ne jemi për qeverinë Kurti, për shkak se Kurti ka këtu zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve, edhe tash po jemi relativizojmë numrat, po është 42.3, është shumë. Është thuja se sa të gjithë të tjerët bashkë. Edhe ky për një është një vlerësim i shtetarit të Republikës Kosovës i rëndësishëm, cilin ne duhet me e respektu. Për mua personalisht nuk kam çka të shtoj diçka të re, se Kush janë deputetët? Ne sot jemi ardhur për me u regjistru, si ka i rëndësishëm për me marrë mandatin e deputetit, edhe pastaj me vazhdu me këto hapat e tjerë që është këshillimi i kuvendit, pastaj udhëtimi i qeverisë, që këto janë detyra tona si kur deputetet e zgjedhëm, dhe sigurisht na me shumë përgjegjësi do t'i përmbushim së cilin detyrë. Kjo ardhja juaj e përbashkët? Grupi parlamentar do t'jenë se paku edhe dy deputetet e KDP-s, Partisë Turke. Jemi 7 aktualisht, nuk kupton që mund edhe të rritemi me deputetet e tjerë. Ne jemi për timin e totalit e kuvendit. Pjesë e qeverisë. Asnjën. Kurti ka folur për disa deputet nga radhët e komuniteteve jo sërbe që po ndikohen nga pushteti në Beograd. Vera Dojqić për më u bë pjesë e qeverisë. E shohim votimin. Ajo s'ka të bëjë me ne, me ne që jemi këtu prezent. Megjithatë, a presni që me qenë 61 vota që me mujt me u kry nesër edhe zgjedhja e qeverisë, ashtu siç ka paralajmëruar vendosje që në të njëjtën ditë që bëhet konstituimi i kuvendit me u zgjedhë qeveria. Nesër votojmë kryetari i parlamentit e shohim pastaj që shkon procedurat, unë e besoj qeveria Kurti votojmë. A deni të është kandidat për kryetar të kuvendit? Uda? Kandidat për kryetar të kuvendit? Na e dim, ama këto duhet kryeministri ata. Është nga lëvizja me vendosje? Uda? Keni pranuar pjesë nga PDP-ja për takime? Jo. As nga partitë e tjera, jo do të Mu asnjëri s'kam thënë. Thotë që Po nëse do të kemi një ftesë, a do të bashkëpunojmë me opozitën? Po tash unë veç u përgjigjem këtë pyetje, dhe është pyetje jo e re, edhe përgjigjja s'mund të jetë ndryshe. Unë vlerësoj që 42.3 është shumica e shqiptarëve në Kosovë që kanë votu për kandidatin e tyre për kryeminist. Tash na mund të më kthy edhe ajo që nuk votohet për kryeminist, por votohet për deputet, mirë po nuk ka hyrë nga zoti Kurti për deputet, nga për kryeministët. Edhe për unë personalisht kjo është shumë e rëndësishme për shkak se këtu është shumica e vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne si grupe të komuniteteve jo shumicë në Kosovë e kemi për detyrë me mbrojtë demokracinë dhe unë besoj që kështu e mbrojmë demokracinë. Unë jam mik i mirë me shumicën e ministrave dhe të tjerë dhe aty, por nuk jem zëvend të vendosjes. Për këtë duhet me pyet të vendosin, duhet me pyet zotin Kurti. Është interes. Por unë besoj që ne 7 në grup jemi një forcë e rëndësishme në qeverinë e ardhshme të zotit Kurti.